Ky podcast përkrahet nga IBAS. Përshëndetje, unë jam Lirimi nga organizata Germin dhe këtu jemi me edicionin ose episodin e dytë të podcastit Diaspora Flet. Ky është një projekt i ri i organizatës sonë dhe qëllimi është që të sjellim profile të jashtëzakonshme të personaliteteve nga diaspora, të cilët do të ndajnë me ne historinë e tyre ose rrugtimin e tyre të emigrimit, por edhe angazhimit nga diaspora në vendet tanë. Me mua sot është Anila Hyka Smorgrav, e cila është në origjinë nga Durrësi, një profesioniste me përvojë mbi 25 vjeçare në fushën e telekomunikimit dhe transformimit digital. Anila ka një përvojë të jashtëzakonshme, atipike të migrimit, duke filluar nga studimet në Norvegji, puna profesionale dhe akademike në Shtetet e Bashkuara, dhe së fundmi ku jeton dhe vepron në Paris të Francës. Aktualisht është drejtore e menaxhimit dhe angazhimit në Orange Business Service. Orange Telecommunication është një nga kompanitë më të mëdha të telekomunikimit në Francë. Ajo është gjithashtu presidente e shoqatës franko-shqiptare Albania me bazë në Paris dhe është anëtare e Këshillit Koordinues të Diasporës. Ne si organizat kemi pasur fatin që ta kemi pjesë të bordit drejtues si bashkë kryesuese. Anila për punën e saj është njohur dhe vlerësuar nga organizata të ndryshme, duke u vlerësuar me çmime siç është çmimi ambasador i kombit nga qeveria shqiptare. Më shumë rreth jetës dhe eksperiencës së saj, Anila do të na tregoj bashkërisht sot dhe unë e falenderoj që është pjesë e këtij projekti. Anila, faleminderit. Faleminderit për ftesën, Lirim, dhe është një projekt i bukur, pavarësisht si thoni figurat të jashtëzakonshme, po të jashtëzakonshme në bëni ju që jeni këtu në Kosovë edhe në Shqipëri dhe me diasporën. Faleminderit. Unë do doja ta nisja këtë bisedë me fillimet e emigrimit. Ju keni qenë një nga pioneret e grave të diplomuara në Shqipëri në vitet e 10-ta në fushën e teknologjisë. Dhe pastaj me njëherë në fillim të viteve 90-ta keni emigruar në Norvegji. A mund të na tregosh si e morët vendimin për të shkuar në Norvegji, dhe cilat ishin ato peripecitë e para të këtij rrugtimi? Historia është pak e veçantë, do të thoja, dhe pak dhe rastësia, është rastësia dhe koincidencat bëjnë njëra tjetrën. Unë kur jam brezi i parë informatikës, që u diplomuam në 89-ën, që ishte për herë të parë se thosh në Universitetin e Tiranës u hap dega informatikës në 1984. Dhe ishim një numër shumë i vogël studentësh, do të thonë kur u diplomuam ishim vetëm 11 vetë. Kam punuar 3 vjet në Institutin e Informatikës dhe jepja mësim dhe në Fakultet të Ekonomikut, lëndën e informatikës. Në atë periudhë dëshira sigurisht për të studiuar, për të thelluar si thosh atë studimin, sepse dihesh niveli i informatikës në Shqipëri nuk ishte në atë që mendohet, domethënë që ishte në vendet jashtë dhe kuptohet që dëshira ishte shumë e madhe që të thellohej ky lloj specializimi, mund të themi. Dhe instituti kishte shumë bashkëpunim me shkencëtarët të asaj kohe, sidomos me pjesën akademike të degëve të ndryshme në Universitetin e Tiranës dhe një nga pedagogët, ishte shef i sociologjisë që sapo e kishte hapur, vjen një ditë dhe më vjen përpara tryezës fletën e kërkesës për të studiuar në Norvegji. Mbasi ne kishim bërë biseda të tilla dhe ishte pjesë e një nga projekteve që ne bënim, ku ne ndihmonim pjesën, si thosh, për llogaritse të gjithë këtyre studiusve që bënin ato studimet e tyre në fusha të ndryshme. Dhe kjo ishte si thosh bashkëpunimi i parë që kishte instituti. Dhe unë kur e mora thash Norvegji, ndërkohë që kisha bërë aplikimet e mia qoftë në Amerikë, qoftë edhe në Itali. Ishte domethënë faza ku gjithë shqiptarët po iknin në forma nga më të ndryshme. Unë nuk është se kisha
mendjen për t'ikur, por doja që të formohesha, do të thënë doja një studim të mëtejshëm me objektimin për doktoraturën në fushën ku unë isha matematika aplikuar dhe informatik. Dalja si thosh e bursës nga shteti norvegjez ishte shumë e shpejtë, do të thënë nga momenti që ne aplikuam, në maj të 92-shit më erdhi përgjigja dhe ne ishim 3 studente. Njëra ishte nga sociologjia, unë isha që ishte pjesë fushës së informatikës, dhe ishte edhe një studente tjetër që sapo kishte mbaruar dhe ajo punonte e antropologjisë, punonte tek Instituti i Historisë. Kë ka qenë si thosh studentët e parë shqiptar në Universitetin e Oslos. Kuptohet atje me peripecirat nga më të ndryshmet, sidomos kjo pjesa e të qenurit i pavarur, koncepti pavarur që ne kishim nga Shqipëria me të pavarurin student, në një vend skandinav ku pavarësia është në gradën më të lartë, ishin diametralisht të kundërta. Kjo ka qenë sfida jone e parë për të adaptuar, por dhe na mësoi, dhe sigurisht ishte me fat që dhe ishim, si thosh, dhe 3 studente që mbështesnim njëra tjetrën. Edhe fatin më të madh pastaj ishim edhe si të privilegjuara sepse komuniteti shqiptar në Oslo përbëhej kryesisht nga emigrant politik të Kosovës, që kishin që nga vitet 80, tha fillimin e demonstratave, dhe pjesa e mërgatës së më të hershme që vinin dhe nga shqiptarët të Maqedonisë, kështu që ne ishim të përkthelurat e Shqipërisë, domethënë që na mbanin vërtet jashtëzakonisht dhe që na ndihmuan edhe të adoptoheshim me mentalitetin, me gjithë aspektet praktike dhe logjistike. Si pothuajse gjithë shqiptarët që largohen me idenë për të kthyer, qoftë për të përfunduar studimet ose për të kryer ca punë, për të krijuar një kapital për të kthyer prapë, besoj edhe ju keni shkuar në Norvegji me idenë për të kthyer në Shqipëri. Ç'a ndodhi pastaj në këtë rrugtim edhe si e vendoset ose si rrjedhi faktikisht karriera juaj pas studimeve në Norvegji? Unë edhe kur ika faktikisht i pata dhënë prindërve një kështu si gënjeshtër të bardhë, them se nuk i pata thënë që do studioj 4 vite, 3-4 vite, po i pata thënë që janë për 6 muaj 1 vit. Dhe vërtet që ishte ideja për të kthyer, sepse në atë kohë Shqipëria ishte në vrrullin e një dinamizmi, domethënë të avancimit, dhe për profesionin që unë kisha, mendoja që kishte shumë nevojë. Dëshira ime ishte që të lidhja Universitetin e Oslos me Universitetin e Tiranës. Domethënë këto kanë qenë përçapjet e para, sidomos me pjesën e bibliotekës së librave dhe domethënë transferimit të librave, që e dija çdo thonte mungesa e një materiali, e një literature të mirë, në të cilën unë kisha kaluar 5 vjet me shënime me dorë. Domethënë ne marrim shënimet në çdo ditë, në çdo lëndë. Duke mësuar informatikën me shënime me dorë. Kjo ka qenë si thosh përçapja e parë. Pjesa tjetër pastaj rrjedhat e jetës nganjëherë domethënë të fusin në disa kanale të parashikueshme. Unë aty njoha dhe shokun e jetës, që vazhdoj ta kem shokun e jetës, i cili dhe ishte student në informatik. Ndërkohë që unë bëja tezën, domethënë ne ishim dhe në periudhën ku kishte dhe bumi informatikës, unë pa mbaruar mirë temën, kisha punën gati në Telekomin norvegjez, që më priste me muaj, pra ishin kërkesa shumë të larta. Këto dilemat e kthimit mbas fillimet e para të punës, e mendoj dhe ja këshilloj faktikisht çdo kujt që shkon për të bërë studime, është një stazh i mirë jetë, në thënë fillimi pune, të bësh disa vite në kompani apo në këto vende ku merr ca metoda jo vetëm të punës, po dhe të mënyrës së bashkëpunimit, që janë, si thosh, mësime për jetën. Dhe kjo duhet jetë ndoshta një nga mesazhet më kryesore që duhet të thonë atyre që duan të kthehen, t'i bëjnë 5 vjet pune, sepse është një, si thosh, një bagazh i mirë dhe ke çfarë jep
në kthim. Ato që vinë me vetëm me një diplomë dhe mendojnë se do bëhen drejtora dhe do bëjnë namin kur të kthehen, them që është një ëndër utopike, për të mos thënë gjëra të tjera. Kështu që ato vitet me telekomin norvegjez kanë qenë vërtet për mua fat që të jesh në një metodë, ose në një ambient pune të tillë, me një model ku ndjehesh i barabartë, ku ke një program, si thua, rritje në karrierë, të ndihmojnë ata të thuash ku don të shkosh. Dhe faktikisht unë kalova, domethënë, për 3 vjet e gjysmë që isha aty, kalova disa hapa të etapës karrierës time, plus edhe pata dhe një surprizë që kur fillova punë, që nuk ndodh as në Francë, dhe punën që unë kisha bërë në Shqipëri, dhe ato, dhe si thush, punën që kisha bërë në Universitetin e Oslos, se jepsha mësim paralelisht, i konsideruan eksperiencë pune dhe kam hyrë, domethënë, në një nivel më të lartë se sa po diplomuar. Qoftë në lidhje me rrogën, qoftë në lidhje me vjetërsinë. Pra, s'kisha nevojë, si më thënë, me luftu, me negociu. Nuk ishe diskriminuar si imigrante. Nuk jam djerë si e diskriminuar. Pastaj, në fundin e viteve, të më thënë, në vitin e fundit ku isha në Oslo, qëlloi rasti që telekomi jon, në kompania jon, ishte futur në fushën e telekomit, por në Greqi. Dhe ky telekomi OTEA në Greqi do të blinte, ose ishte, si thush, në konkurim për të blerë operatorin mobile të parin në Shqipëri. Që mua më futën me njëherë në procesin si thua, të procesin që i thanë ata due diligence, të më thënë të blerjes, edhe të ngritjes së business planit. Dhe ka qenë përvojë jashtëzakonshme, unë isha, të më thënë, jashtë masë e gëzuar, dhe bila ata më ofruan që të vija, të isha, si thush, pjesë e bordit ekzekutiv. Por në atë kohë mua, me gjithë tim shoq që na ishte, të më thënë, kishim filluar dhe kishim lëvizur në Kaliforni. Po flasim në vitin 2000. Dhe ndërkohë që bashkëshorti kishte lëviz, unë prisja të dilte viza e punës, ndërkohë edhe kisha punën, si tash edhe 6 muaj përpara, e kisha punën si drejtuesës, më thënë, drejtoresh produktesh për pjesën e monitorimit dhe konfigurimit të networkut. E qartë. Para se me kalu në Shtetet e Bashkuara, po më intereson kjo pjesa e viteve 90-ta në Norvegji. Ju e keni pasur fatin, si qëta, të përfshiheni ose të mos ndjeni e diskriminuar, dhe të keni mundësi të filloni një karrierë të suksesshme. Duke qenë se keni qenë në kontakt me komunitetin shqiptar, siç e përmendet, edhe nga Kosova, edhe nga Maqedonia e Veriut, edhe nga Shqipëria. Si ishte organizimi komunitar i shqiptarëve gjatë viteve 90-ta në Norvegji, duke pasur parasysh që në Shqipëri ishte një periudhë tranzicioni, në Kosovë po shkonim drejt luftës, në Maqedoni situata po përkeqësohej. Si ishte organizimi komunitar i shqiptarëve në ato vite? Në atë kohë, percepcioni, të më thëmë, përshtypja që ne kishim ishin që ishin goxhat organizuar, po njoja jonë, këta ishin shumë të lidhur me Komitetin e Helsinkit. Sepse kishte edhe persona shumë të shquar, intelektual, të jashtëzakonshëm të Kosovës, që punonin në Komitetin e Helsinkit, dhe kishin, si thush, akses, po dhe respektin deri në nivel qeveritar, dhe nuk do nguroj ata përmendja emrin, nuk fri lekaj, dhe bashkë ata kishin, si thush, një hapësirë, e kishin, do të thonë, Komiteti i Helsinkit ishte bërë si po si pjesë e shqiptarëve, dhe aty dalloheshin, ishin polakët, kishte edhe atë kohë Polonia ishte, komuniteti Polonis, ishin goxhat angazhuar aty, por shqiptarët kishin... Domethënë kishte një solidaritet me shqiptarët prej... Po, sepse fati i jon në atë kohë është që ka qenë një norvegjeze, që dhe në këtu në Kosovë e kanë nderuar, ajo ka qenë, si thua, dashuruar me shqiptarët, në sensin e Mirfield, ka qenë, si më thënë, është një nga antropologët e para që ka bërë studimet për Shqipërinë, po nga që në Shqipërinë nuk u lejua, ajo Shqipen e ka mësuar në kufi të Shqipërisë,
por në anën e Kosovës. Dhe sigurisht që nga i moment, ajo ka qenë një nga, si thush, luftëtarët dhe që ka Si quhet nëse të kujtohet? Berit Baker. Berit Baker. Nuk jeton më, sepse u largua shumë herët nga jeta, por ajo ka qenë, si thuash, shtyrsja e parë, dhe aty kishte programin, dhe ishte drejtuesja e programit në Komitetin e Helsinkit, kishte shumë lidhje me instanca të ndryshme qoftë në universitet, dhe ajo ishte shkaku që ne shkuam në universitet, atje që u pranuam, dhe kishte dhe lidhje shumë dhe me qeverinë, më thënë ajo, njoja e saj ka bërë një lobim të jashtëzakonshëm tek qeveria e Norvegjisë për të drejtat e Kosovës, po dhe për Shqipërinë. Dhe kjo i kishte bërë, si thuash, shqiptarët që të ndjeshin mirë, dhe ai program ka vazhduar goxha gjatë, dhe unë kam punuar faktikisht, edhe mbas largimit saj, kam punuar për programin e ndërtimin e një set të librave për mësuesët dhe nxënësit për të drejtat e njerëzit. Dhe ka qenë shumë e bukur, pavarësisht se ishte shumë e vështirë. Me Komitetin e Helsinkit. Me Komitetin e Helsinkit, ishte një bashkëpunim i 3 komitetet e Helsinkit, danes, suedes edhe norvegjes. Dhe ai ka qenë i bukur sepse më shtyu mua që të lexoj më shumë për chartën e UN-it, domethënë për të drejtat e njerëzit. Se ne flasim për drejtat e njerëzit, po do ka qenë një vërtet një program shumë i bukur që unë e shijova shumë, domethënë edhe më ishte tamam hapje. Tani që i rikujtoj se e kisha harruar. Kështu që ai komitet ka qenë shumë i angazhuar. Në atë kohë, si më thënë, dhimbja më e madhe ishte Kosova dhe Liria, dhe mbaj mend që dhe kur filloi lufta, pavarësisht se unë isha larguar, kanë qenë kontribues të jashtëzakonshëm dhe shumë të organizuar edhe për gjatë kohës luftës, domethënë me ndihmat që i kanë dhënë çështjes për çlirimin e Kosovës. Dhe unë kam her pas here ju bëja shaka dhe me Nufrin, i thosha, me këtë patriotizmin që keni ju, sepse dhe ne në Shqipëri, në kohën e regjimit, sytë, si thush, edhe idealin, si me thëmë, burimin e frymëzimit të patriotizmit, nuk e shifshin vetëm të klirilindasit, po e shikonim të gjallë në Kosovë, pra përmes veprave të lipodrimjes, të aktorëve të tjerë, dhe më thënë, gjithi to simbolika të historinë, kështu që për ne, të paktën për ne të treja që ishim, e shikonim do me thënë të gjalla të patriotizmit, dhe i thoja shpesh në friut që Kosova do bëhet përpara Shqipërisë. Interesante. Dhe pastaj në vitin 2000 lëvizët në Amerikë, në Kaliforni. Si ishin fillimet atje, edhe a kishët njëjtin si thua njëjtën mikpritje, po e them kushtimisht, edhe a kishte shqiptarë të tjerë, si shkoi ajo periudhë? Duke qenë se ajo ishte një periudhë prap në kontekstin politik, historik, gjithashtu transformuese edhe dramatike. Është vërtet. Unë kam qenë në Amerikë nga 2000 deri në 2003, në pjesën të Kalifornisë, fillim Silicon Valley, dhe pastaj në pjesën e Bay Area, San Francisco. Ne ishim të dy me punë, dhe kjo pjesa e vështirësisë instalimit ishte, si me thënë, e taking care, dhe me thënë, e marë për sipër nga kompania, sepse ishim ekspat. Kështu që nuk mund të them që kishim ndonjë vështirësi të madhe, përveç adaptimit me një sistem të ri, disa gjëra i fillon nga zero, dhe aty dëshira, shansi, gjërat lidhura, do me thënë, vendi ku neve donim, ose më saktë më shoj donte që kishte pranë çfarë kishte aerodrome afër avionësh, kështu që ne zgjodhëm një ishull që është midis San Franciscos edhe Oakland, pra Mainland, shumë i bukur, dhe patëm shansin që atë shtëpi që morëm ishte një çift i jashtëzakonshëm, që sot janë, domethënë, miqtan më të mirë për jetë. Ai bashkëshorti i saj ishte me origjinë nga Norvegjia. Interesante. Dhe kështu që fakti që im shoq nga Norvegjia, kjo ishte një lidhje, domethënë, që vërtet e lehtësoi atë pjesën e integrimit. Kjo ishte mikpritja, po them, tjetër. Pra jeta e Norvegjisë na ndihmoi që të ndiheshim mirë dhe me komunitetin norvegjes. Kam kërkuar në atë kohë shqiptar
por shumë pak kam hasur emra, përveç miqve të mi, domethënë të shkollës, një çift që ishte instaluar në jug, domethënë në Los Angeles, në një kushurir, po pjesa tjetër nuk ka. Sot ka më shumë, sepse isha në Kaliforni në gusht dhe ka një komunitet, sidomos në pjesën e Silicon Valley. Pra, domethënë ajo Jam zona kurioz, më interesante. Si ishte Silicon Valley në fillim të viteve 2000? Sepse sot është diçka tjetër. Në fillim të viteve 2000 ishte bumi i internetit. Ishte edhe bumi dhe fluska, mund të themi. Ka shumë kompani të instaluar atje, pa të marrë një hovë të jashtëzakonshëm. Dhe kur vajtëm ne, filluan zonat të tjera, si Dublin apo Walnut Creek, domethënë që ishin më afër San Franciscos, filluan të zhvillohen, sepse zonat e Silicon Valley të bën shumë të shtrenjta dhe kompanitë, qoftë Oracle, qoftë dhe kompanitë tjera, filluan të zhvendosen pak më në veri dhe të instalohen, si thush, në disa zona rrotull San Franciscos. Kështu që është interesante se atje Kalifornia është, të mu them, është edhe ndryshe nga çfarë kemi ne si imazh të Amerikës. Është dinamike në çdo lloj aspekti dhe është edhe kultura atje që ke një ide, ke një, domethënë, kush ka ide dhe mundësira, the country of opportunities, dhe njerëzit nuk ka nevojë që ti njohësh, mjafton që të shpalosësh iden dhe lidhjen, të gjejnë lidhjet e tjera me miqt, me kush ka hapësira apo seminare të ndryshme. Dhe mua më kujtohet kur do largoheshim, sepse neve na mbaroi faza, aq më tepër që rënja, domethënë kriza e 2001-shit, pastaj mbas rënjes së kullave, domethënë të terrorizmit, bëri që kompanitë të fillojnë të ulin, të reduktojnë kostot dhe departamenti jon i R&D-s, domethënë të Research and Development, ku ne ishim në Berkeley, do zhvendose një pjesë në Montreal dhe një pjesë në Suedi. Punonin për Ericsson. Dhe në atë kohë unë fillova të projektoj, si thuash, atë imazhin e kthimit në Shqipëri. Dhe bëra një projekt se si duke u frymzuar nga koncepti që kanë në përgjithësi amerikanët të dhurimit. Pra, bizneset kanë mentalitetin që ndihmojnë në komunitet ndërmes projekteve, shkollat kishin, domethënë, shkollat në ato të paktën që pashun, kishin një zhvillim, një boom teknologjik, pra të laboratoreve të IT-s, të lidhjeve të internetit, përmes ndihmave dhe bashkëpunimit me donatorët lëvëndas, pra kompani private, sepse stimuloheshin edhe nga taksat shumë. Dhe bile me disa miq që i kishin privat, thoshin më mirë a jap shkollave direkt dhe e di që shkojnë aty, se sa ja jap atyre të federatës që burokratëve. Domethënë, vërtet një mentalitet i hapur. Po që për mua ishte shumë interesante dhe kjo ishte një aspekt, dhe aspekti i dytë që më pëlqeu është që atje që në vitet e para të shkollës, mësohen nxënësit se si të ngrejnë, të mësojnë të fundraising, pra se si të ngrejnë fonde për projektet e tyre praktike, qoftë të vogla, qoftë të mëdha. Në kuadër të këtij koncepti, pata bërë një projekt me idenë prototip sigurisht në Durrës, për lidhjen e shkollave të mesme, lidhjen e internetit, ku të mësoheshin ata se si të ngrinin fonde me, tek privatët ose tek kompanitë private lokal, dhe ndërkohë lidheshin gjimnazet me njëri tjetrin për të rritur, si thush, kapacitetin e mësimdhënies, qoftë për mësuesit dhe për nxënësit, dhe nxënësit vetë ta mirëmbanin këtë rrjetin inter, si më thanë, midis shkollave. Por ishte në vitet 2003-2004, dhe në atë kohë, domethënë, kur trokita në dyer qoftë tek ministria, ka qenë një zëvendës ministër në atë kohë që një ish pedagog dhe i fakultetit tonë, më thamu, si gjithmonë, domethënë, është i bukur projekti, ti qa fiton. Dhe thënë, tërkohë që unë, ndoshta duhet ta kisha menduar për fitim, unë ta kisha kthyer ndoshta në biznes dhe mund të kishte dalë më i suksesshëm. Nuk e kisha atë mendim. Dhe e dyta, kur fillova të më thënë dhe të shikoj për hapësira të tjera, isha overqualified.
Në Shqipëri? Në Shqipëri. Okej. Dhe përderisa po planifikoj kthimi në Shqipëri, pastaj u zhvendose në Francë. Ne kishim, domethënë në kthim, e vendosëm kthimin në Francë, jo se nuk na pëlqente Norvegjia, po ishte, si më thon, Franca ishte pjesë e projektit ton. Mua nganjëherë më dukte si dhe më afër vendit, më thënë, në lidhje distancë dhe udhtim, po dhe çështje kulture nganjëherë, sepse në çdo vend që shkon, domethënë ti shkon me bagazhin e kulturës që ke, dhe është tipike, dhe nuk është vetëm për ne shqiptarët, unë e kam vënë edhe për ata që ishin, si më thënë, qoftë nga Irlanda kur ishim, që i kisha në punë, qoftë nga Amerika, qoftë nga Franca. Tendenca në fillim ti lidhesh bashkë me këtë komunitet më shumë internacional, dhe tendenca është të gjesh elementet kritik ndaj atij ambienti kulturor që gjen. Dhe kur je larg, tendenca është që atë që ke lënë brapa e idealizon. Do thënë, këto edhe kur ishim në Amerikë, do thënë e njëjta fenomen. Edhe në Francë me këtë ide, do thënë që kulturisht, do thënë më afër dhe ndoshta edhe më ngrohtë, se dihet që Norvegjia ishte i ftohtë. Edhe u kthehet në Francë në 2000 në fundin në 2004. 2004, thonë. Dhe prej atëherë keni qëndruar në Paris. Jo 100%. Jo gjithkohës. Jo gjithkohën. Në 2004, vështirësitë e para që unë pata ishte për shkak të gjuhës, ishte vështirësia e gjetjes punës, dhe për mua ishte një shok, sepse gjithë karriera ime, domethënë e punës, ishte që mua puna gati më gjeti dhe më priste se sa lodhesha që ta kërkoja. Në Francë ishte një mësim i mirë që të kuptoja që joja është e pranueshme, domethënë, dhe i kishte ato, si thosh, vështirësitë e veta, dhe në momentin që punën e parë e kam nënshkru kontratën të njëjtën dhe të premten në fund të tetorit të 2004 jam nisë për Qipro. Në Qipro? Në Qipro isha program direktor, domethënë më dërguan këta të Alcateli, për Alcatelin, por që ishte për një kompani operator mobile, ku Alcateli i kishte furnizuar networkun dhe gjithë softwarët, dhe ishte një program në kriz faktikisht. Dhe kompania në Qipro ishte kompani libaneze, po instaluar në Qipro, një përvojë jashtëzakonshme, sepse dhe vetë kompania kishte dy kultura, qipriote dhe libanez, dhe ndërkohë edhe një shqiptare dhe grupi francez dhe një shqiptare që drejtonte grupin francez, që ishin, si thosh, klienti i tyre, domethënë ishin tek zyrat e klientit. Shumë interesante, po me sfida shumë, domethënë ditët e mia fillonin në orën 7 dhe mbaronin në mesnatë. Nga hëna në të hënë. Duke pas parasysh gjithë të lëvizje, cili është momenti që, domethënë, përfundimisht ndoshta, ose nëse mund ta themi përfundimisht, ke vendosur që do të qëndrosh në Francë, të paktën për një periudhë më të gjatë, në krahasim me Amerikën, Norvegjinë e kështu me radhë. Apo thjesht ndodhi pa e menduar fare? Në Francë lidhet edhe me faktin se gjysma e familjes nga bashkëshorti janë të francez, domethënë ai është përsierë, domethënë me nacionalitet dubël. Edhe nacionaliteti im është shqiptar, edhe kam edhe pasaportë franceze, po e kisha që nga 1997, pra pasaportën e kam marrë në Norvegji. Kështu që, domethënë, ajo lidhja edhe shpirtërore, sepse kur merr një pasaport nuk është thjesht vetëm po e marrim pasaportën se na duhet me dal me lëviz lirshëm, por lidhesh edhe me, domethënë, fillon të absorbon dhe pa e kuptuar kulturën, mënyrën e të jetuarit, fillon dhe e bën pak të ëndën. Me mua ka qenë që unë kam bërë timen të gjitha vendet ku kam shkuar, ndjehem, si më thënë, pjesë e zemrës i kanë aty. Edhe duket edhe në çdo lloj, domethënë, merr me vete nga secili vend. Vendosja në Francë ishte, si thosh, një plan afatgjat. Kur vendosëm e menduam edhe vajtje në Shqipëri një vit, po të dy me akselin, por nuk është se funksionoi shumë. Pastaj kur fillon të instalohesh,
ne na u desh vite faktikisht ta bënim tonën që këtu dorim gjatë. Do të thënë, kishim një 2 valigje, që ishin valigjet e Amerikës. Me vete gjithë Dhe ndoshta ishin të gati. Ndoshta nuk e kam thënë ndonjëherë, po Akseli për një 5 vjet rresht ka aplikuar për green card, siç bënin shqiptarët, edhe ai aplikonte. Domethënë nuk është vetëm fenomen shqiptar. Ai si norvegjez dhe mua si shqiptare, dhe na e bënte të dy, kështu që nuk është vetëm te shqiptarët, ajo kthimi. E kishim, si më thon, për disa vite rresht dëshirën për të kthyer. Tani dua të kaloj te kjo pjesa e angazhimit me shqiptarët. Domethënë ke pasur një përvojë të jashtëzakonshme, do ta quaj, sepse nuk është tipike në vende të ndryshme, me kompani të ndryshme, me njerëz të ndryshëm. Edhe pastaj ke filluar sërish, domethënë nuk e ke humbur këtë pjesën e angazhimit në komunitet ose lidhjes me shqiptarët. Si i përshkruan këto vite në Francë, me shoqatën Albania, me komunitetin shqiptar atje, deri tek angazhimi pastaj në formë më institucionale përmes Këshillit Koordinues të Diasporës dhe Germin edhe organizatat e tjera. Angazhimi do me thënë ka qenë gjithmonë i vazhdueshëm, sepse të më thash, mendja ka qenë do me thënë gjithmonë koka mbrapa. Plus edhe kur je larg, dhe them që edhe flas ndoshta me siguri që kushdo nga ne pas disa kohë, mbasi i ke mbaruar këto pjesët e nevojave personale, të karrierës edhe këto, pjesa e rrënjës, pra e origjinës nga vjen, është e natyrshme. Dhe kur krahason, domethënë kur fillon dhe të hyp edhe një farë jo xhelozie, do thoja, po një farë ambicie që dhe vendi yt mund bëhet. Dhe fillon me, si thosh, me qytetin tënd fillimisht. Unë e them që dhe kur isha në Oslo dhe në Amerikë, po dhe në Francë, sa herë që vizitoja një bregdet, një qytet bregdetar, imazhi im përfituroja se si mund bëhet Durrësi. Pra, domethënë, bëhesha arkitekte, domethënë, ndërruese e qytetit tim të nëse se si mund bëhet. Dhe pastaj vjen me vendin. Pra, këto gjëra edhe them që është me të gjithë. Dhe secili pastaj shfaq në forma të ndryshme. Në Francë unë gjeta e para njëherë kisha gjithmonë, sepse kisha miqtë e mi të shkollës. Pra, një pjesë atyre që ne kemi studiuar bashkë në informatikë në Shqipëri, janë vendosur në Francë që në herët në vitet 90. Pra, fillimisht domethënë njohjet me këtë pjesë të intelektualëve që ishin aty, dhe Franca, Parisi ka një bazë mirë, sepse gjithë ata që kishin studuar gjatë kohës, se thosh, së komunizmit, u kthyen dhe u instaluan në Francë, në Paris ose edhe në zona tjera. Gradualisht, atje gjeta dhe grupe të tjera, pra domethënë nuk është se ka shumë shoqata, por ato që janë. Albania ishte krijuar shumë më herët nga francez faktikisht, që kanë punuar në Shqipëri përmes ambasadës ose janë angazhuar me projekte, dhe shqiptar. Pra ishte një, si thosh, ashtu është një bashkëpunim. Dhe kur më ofruan ose si më thënë më kërkuan që isha antare, dhe bënim shumë aktivitete, dhe shoqatat atje kanë një gjë që, si thosh, bashkitë të ndryshme të Parisit të ofrojnë dhe vende, hapësira ku ti mund të drejtosh aktivitetet e tyre që i quajnë për shembull shtëpia e shoqatave. Dhe kjo jona ishte pranë, jo larg e Fëltar, ishte zonë e mirë. Dhe kemi bërë shumë aktivitete aty, dhe një moment më thanë që ta ofrojmë, na duhet të mbështesim, kështu që e mbajta për 3 vjet, po me qëllimin që ta afroja dhe pjesën e rinisë, sepse ajo që neve që ndjeja unë ishte që studentët organizoheshin në momentet kur ishin studentë dhe pastaj shpërndaheshin. Plus që takova dhe shumë student që ishin komplet, në ndjeheshin të izoluar, megjithëse, si më thënë, ishte një armatë e tërë studentësh që vinë studionin nga Shqipëria, nga Kosova, pra ishte si thosh, kishim një komunitet, po dhe nuk ishte, pra nuk ndjeheshin dhe kishin shumë që thoshim nuk e dim. Përveç asaj, u krijua, si thosh, në atë periudhë edhe shtëpia e shqiptarëve, pra një iniciativë Maison d'Albanie. Maison d'Albanie. Edhe ata, domethënë, ata e bën pastaj permanente, sepse mbështetet privatisht nga një çift që janë, domethënë, në biznes, po që e kanë kthyer vërtet në një vitrinë të shqiptarëve, pavarësisht se ne i themi Maison d'Albanie,
po që është se thosh një vitrinë e gjithë shqiptarëve ku bëhen shumë aktivitete, janë bërë mbi 200 e sa aktivitete, më thonë deri tani, dhe ekspozita të artistëve, promovim, librash, muzikantësh, domethënë. Një tip qendre kulturore kështu. Një qendër kulturore dhe ka marrë faktikisht statusin e qendrës kulturore, se janë të regjistruar bashkë me qendrën kulturore të Kosovës. Edhe Kosova, po me francez, pra është një bashkëpunim franko-shqiptar, më thënë komunitetit, dhe quhet qendra kulturore e për Kosovën. Pra gjithë këto bëhen, domethënë ka një bashkëpunim shumë të mirë. Ka evolu gjithë kjo pjesë. Ndërkohë, duke qenë se unë punoja, domethënë kam punuar që prej 2006-s në kompaninë e korporatën e Orange-it, një nga gjërat që vuajnë ose që sfiliten, se tu studentët në përgjithësi, po dhe shqiptarët, është që kur janë në marrëdhënie shkolle, ja u kërkon shkolla dhe programi që të bëjnë stazhe nëpër kompani. Dhe mua më afroheshin domethënë shumë student që kërkonin, më thënë, ose t'i ndihmoja, ose i kam këshilluar, ose i kam ndihmuar me rrjete të tjera, ose ka jam përpjek qoftë edhe te kompania jonë, domethënë t'i orientoj. Kjo më dha shtysën që, domethënë, në mënyrë të natyrshme ti bëhesh edhe një si far coachi, dhe këtu pastaj fillova ti them që duhet patjetër që ju të afroheni, sepse duke u afruar me njëri tjetrin, kështu ndihmojmë dhe më shumë, domethënë, këtë rrjetin dhe midis tyre. Duke parë edhe si thush komunitetet e tjera që janë më të fortë, më të konsoliduar, bashkëpunojnë më shumë, ndihmojnë shumë njëri tjetrin, se duken në vepra, domethënë. Dhe e shikoj, domethënë, që këto vitet e fundit ka më shumë, si thush, pjesëmarrje, nevojë dhe kërkojnë dhe ata vetë. Flasim gjithmonë për këtë pjesën e gjeneratës re, se këto do ta marrin stafetën. Unë edhe tek Albania këtu insistova që të merrnin stafetën. Ndërkohë, me përvojën e jetës, domethënë sidomos në biznes, shikon edhe këtë aspektin corporate responsibility që e kanë të gjitha kompanitë e mëdha, që është imponuar, por në një farë është bërë dhe pjesë e identitetit të kompanisë. Dhe në kompania ka një fondacion që quhet Fondacion Orange, në cilën i stimulon punojësit që të marrin pjesë vullnetarisht dhe të propozojnë projekte. Përmes këtij fondacioni, Maison d'Albanie, ne lançuam një program për mësimin e gjuhës frange, sigurisht, për ata, sidomos për gratë që vinë, që ja kërkojnë si thotë që nuk janë instaluar. Dhe faktikisht më dhanë për të ndihmuar me integrimin. Eksakt, dhe aty kërkuam fonde dhe më thënë, edhe për habin time, u konsideruar si thosh projekti më i mirë dhe na dhanë, si më thënë, kapacitetin maksimal të fondeve që morëm diku ke 5.000 apo 6.000 euro, se mbaj mend, që doli dhe ajo me sukses. Dhe aty pastaj jam angazhuar dhe me projekte të tjera, të cilat kam dashur si thosh edhe ti transmetoj ose ti bëjmë, ti reflektojmë dhe në këto vende që janë mbështetja e të rinjve, sidomos në zonat e të jo të favorizuara, pra ku dhe niveli i shkollës, dhe niveli ekonomik është më i ulët, ose prindrit nuk kanë mundësira që t'i ndihmojnë, dhe kompania, domethënë fondacioni me organizata të tjera, fusin si thosh këtë programin ku brenda të orarit të punës, të më shumë vinin të rinj, qoftë lice, qoftë kolegj, për t'i ndihmuar në mësime, qoftë në anglisht, qoftë frëngjisht, qoftë matematik, qoftë edhe coaching, se çfarë drejtimesh duhet marrin. Do të thënë, këtë e kam bërë për disa vite, do të thënë, është ajo që quhet integration. Një aspekt tjetër ka qenë dhe pjesa e mbrojtjes, më thënë, stimulimi për autizmin, se Orange është shumë kështu sensibël për këto. Dhe ka investuar dhe në këto vendet ku janë prezent. Do të thënë, ke shfrytzuar ato mekanizma dhe mundësi për t'u ndihmuar komunitetit shqiptar. Vetëm kompaninë Orange nuk kam arritur ta fus në rajon. Dhe pastaj me Këshillin Koordinues të Diasporës, dhe një angazhim kështu viteve të fundit më aktiv, edhe në çështje që lidhen me vendimarrjen, politikën, por edhe me diplomacinë, me promovimin e çfarë do lloj mundësie që ekziston brenda Shqipërisë apo Kosovës. Si e nisi këtë gjë, kush ishte në Kosovë themi sebepi? Këshilli Koordinues i Diasporës u krijua doli si rezultat i
i strategjisë që kishte Ministria e Diasporës në atë kohë, në 2018 e qeverisë shqiptare. Në samitin e parë të diasporës, këta o të parin o të dytin, më duket se i pari ka qenë në 2017. Po. Unë në 2017 pa të ardhur përmes Maison d'Albanie, kjo angazhimi që ne patëm, pa të ardhur në Shqipëri krijova që në 2016 një projekt që kisha vite që i isha afruar departamentit IT-s, që mirëmbante që na ndryshon neve kompjuterat. Dhe ne kompjuterat për shembull laptopët i mbajmë për 3-4 vjet dhe pastaj i dorëzonim, ndryshojmë. Dhe unë thosha çfarë i bëni këta? I shkatrojmë thoshin më. Të lutem. Dhe kjo ka qenë si thush ajo nisma e parë dhe përmes Maison d'Albanie kemi dërguar në atë periudhë me faza. Diku ke 300 laptop të përdorur, sigurisht është përndar, qoftë me Ministrinë e Inovacionit në atë kohë, qoftë me Bashkinë e Tiranës, qoftë edhe në formë, si thush, shoqat me shoqat në Shqipëri. Kjo bë si thua nisma ime bë shkak që Orange pastaj këtë gjë e bënte edhe me organizata të tjera në Francë, dhe aty u kuptoi që kishin nevojë dhe organizatat e tjera dhe jo të shkatroj. Ajo, si më thon, koncepti dhe i riciklimit. Nuk ishte i lehtë. Unë bile kryo edhe një shoqat në Shqipëri pikërisht me konceptin për të kryu prap këtë modelin e laboratorëve për fëmijët që nuk e kishin prindrit hapësirën për të patur kompjutera. Mirë, po problemi në Shqipëri është që nuk gjeta germinsa që ta merrnin dhe ta shtynin përpara. Kështu që i gjitha i grupi të rinjve që ishte aty sot janë të gjithë larguar, si më thon, programi u mbyll me këtë dhe ishte e vështirë. Do të has pastaj në këto vështirësitë e transportit e këto. Dhe në këtë kuadër hym në kontakt edhe me Ministrinë e Diasporës. I kërkuam, si më thënë, në takimet që kemi patur me ministrin, ai pastaj përmes ambasadave ju kërkoi gjithë ambasadave përmes shoqatave të propozonin profile. Unë me thënë të drejtën nuk e dija, kur ma kërkoi ambasada CV-n edhe një farë, mendova që ishte si thush për të angazhu me dhanë, si thush, me kontribut tek Ministria e Diasporës, qoftë për strategjinë, që ose si duhet të organizohemi, si që jemi ne që kur filloi një det, themi shqyqyr që kemi ministrin. Dhe ishte pak surprizë, më thënë, kur unë miratova, po për komunitetin ishte gjë e mirë, ishte vlerësim. Këshilli ka 15 vet nga vende të ndryshme dhe qëllimi është pikërisht të bësh atë lidhjen, të kesh domethënë dhe influencën e mendimit dhe të zërit të diasporës kudo që është, pavarësisht se unë jam për Francën, nuk e kam ndalu si thusha të interesin dhe punën time vetëm tek Franca, por dhe tek vendet e tjera, aty ku vetë financiarisht kam pas mundësi me lëviz nëpër Europë. Pjesa më madhe po dhe në Amerikë. Kjo është e para, pra duhet t'jesh, dhe një nga arsyet pse u largova dhe nga Albania ishte kjo, që të mos isha në një kuadër që ti mbron interesat vetëm të një organizate, po duhet t'jesh gjithë përfshirëse. Pjesa tjetër pastaj është që edhe jo vetëm transmetosh interesat dhe nevojat, por edhe shtetit shqiptar, aty ku ka politika dhe projekte interesante, ti shpalosen dhe është ai transmetimi i informacionit është shumë i rëndësishëm. Unë e shikoj dhe vër edhe në Kosovë, domethënë puna që bëhet dhe programet që bëhen kam përshtypjen që informacioni nuk transmetohet aq shumë. Domethënë, më e kollajt është një buzz i TikTokut apo një video e shkurtër se sa informacionet që çfarë ekzistojnë si platforma, çfarë është bërë, modelet e mira dhe çfarë duhet bërë përpara. Dhe kjo mungesa e informacionit bën që ata që janë kritik, janë shumë kritik dhe bëjnë edhe ato rezultate që janë bërë janë zero, dhe ata që e kanë bërë punën dhe që duan për shembull të përfshihen më shumë, i bëjnë këto programet mos jenë shumë sustainable sepse humbasin në atë morin e shumë nismave ku të duket pastaj sikur çdo gjë fillohet nga zero. E qartë. Unë do doja që ta vazhdonim këtë bisedë pafundësisht, siç edhe kemi diskutuar, po për ta përmbyllur, do doja pak opinionin tënd në këtë relacionin mes diasporës dhe vendeve am, shteteve am, po them. Sepse relacioni me shoqërinë, me njerëzit është
nuk varet nga ç'a bëjnë qeverit, po në raport me shtetet tamë, si eshe nga perspektiva e shteteve, nga perspektiva e vendeve, Kosovës e Shqipërisë sidomos. Si eshe qasin e tyre ka shi diasporës? A është se ndonjëherë flitet shumë për diasporën, po ndonjëherë bëhet pak. A eshe më shumë si interes elektoral dhe politik, apo me të vërtet si një dëshirë dhe vullnet për të përfshirë sa më shumë shqiptarë? Edhe për ta përfundu pastaj, ne flasim, qasja jonë ka shi diasporës është si një komunitet global, jo ne këtu dhe ju atje. A mendon që Anila do t'ishte më e vlefshme po t'kishte qëndruar në Shqipëri, apo duke pasur gjithë të karrierë dhe gjithë të bagazh profesional që e ka tani? Okej, do të përgjigjem kësaj të fundit përpara, sepse është një reflektim që unë ja kam bërë vetes dhe që më ka bërë që t'jem më resilient, do me thënë, ndaj kësaj të padurueshmërisë, me thënë, të shqiptarëve këtu, qoftë të flasë, do me thënë, në rajon, në lidhje me pse nuk po ecim përpara. Për te i problemeve që kemi, do me thënë, këto janë fenomenet, sëmundjet foshnjore që po i zgjasin shumë edhe Shqipërisë dhe Kosovës kur flasim për tranzicionin. Po ta kishe pyetur Anilën në vitet 2003-2004, kur shkoja në Shqipëri dhe që më thonin je overqualified, do thoja për qasja e shteteve, do me thonë ndaj diasporës, është një gap i madh. Pse? Sepse ne na thonin që juve ju ka ngel ora në vitet 90, ndërkohë që unë vija shpesh, po si unë të gjithë e kanë përjetu këtë, dhe ata që ishin si thush në botën tjetër që si kuptoni ju këtu, duhet të rish këtu, më thonin mua, duhet të rish këtu një 6 muaj, pastaj mund të gjesh një program, po të kapësh edhe jo, shpreha është të kapësh në një projekt. Do me thënë, kjo edhe ke shpreha është që këtu e kupton për qasjen. Dhe atëherë, do të thënë, kisha dhe ato shkënjimet e mia dhe thosha, do të thënë, del edhe me konkluzione që ndoshta shumë si puna ime, mund të kenë kthy dhe shpinën, kanë thënë, nuk bëhet ky vend. Dhe ne kemi një shembull konkret në 2009, një nga, do të thënë, personat të diasporës me mbiemër Seseri që erdhi dhe në parlament, që kishte vinte, si më thënë, nga Harvardi, e pa që s'bëj, ktheu kurisin, aty është e suksesshme, ka fonde pa fund. Që investon, si më thënë, tek kompanit startupet. Ndërsa sot, do më thënë, ajo fakti që shqyrte që kemi në diasporë që nuk dorëzohen, dhe që ndihmojnë pa fund, është, duhet ta shikojmë kombin ton edhe si një komb që nuk është se s'kemi evolu shpejt. Sepse jeta ime në shumë shtete të tjera e krahasoj me Norvegjin. Unë kur isha në Norvegji thosha, pse mos bëhet Shqipëria, kemi shumë gjërat përbashkëta. Dhe këta kanë qenë 400 vjet në Danimarkën, 100 vjet në Suedin, ja ku janë sot. Në nivel të barbar dhe krahasoja me 400 vjet Turqi, por nuk janë njësoj, t'jesh në Danimarkën dhe Suedin dhe t'jesh në Turqin, ndërkohë që shteti shqiptar, po flas Shqipëria vet, universitetin e parë është në 57-ën. Sepse niveli i zhvillimit të një kombi, pra flas zhvillimit mental në sensin si komb, lidhet me pjesën e edukimit. Dhe në këtë prizëm, them, edhe Kosovë shoh shumë ndryshime, edhe në Shqipëri, ta shohim nga këtë aspektin pozitiv, domethënë që sepse teknologjia në një anë, fati që shumë vende të tjera janë zhvilluar dhe keqa shikon, fakti që ne kemi një gati gjysmën e popullsisë jashtë dhe që ata kur sjellin me vete jo vetëm remitanca, sjellin domethënë ato njohurit, po sjellin edhe një copë kulturë. Një copë kulturë nga i vend, siç thash, i adopton disa gjëra. Pastaj hyn këtu në luftë në pjesën, domethënë me këtë që këta duan. Tash i flasim tek shteti, politikanët fatkeqësisht kanë një gjë që kur hyn në politik, hyn me idealizëm.
po ja japim atë benefits of doubt që hyn me atë idealismin që e duan vendin, që duan, si më thënë, të bëjnë diçka dhe gradualisht ajo dashuria për vendin futet në arkiv, mbyllet me kyç, disa e hudhin edhe Chelsea dhe nuk e gjejnë më, dhe del pjesa, domethënë paraprin interesi personal. Pra, dhe kur vinë në diasporë, fillon, si me thënë, ajo doza e hipokrizisë. Nuk po vë, do me thënë, tone të tjera, se nuk dua të jem negative, por është ky aspekt, do me thënë, që e shikojnë vërtet si aspekt elektoral, se e shikoj dhe me përqasjen e shtetit shqiptar, pra, mjafton të shikosh sa herë dalin jashtë dhe sa herë as se mendojnë ta takojnë diasporën, por dhe kur e takojnë. Unë kam takuar njerëz, do me thënë, ne kemi shqiptarë që janë në nivelet larta në shumë kompani, që janë në nivele, si me thënë, angazhimit të forta dhe në për organizata ndërkombëtare. Teorikisht, po të flasësh me drejtues të ndryshëm, që i din këto gjëra, thonë, po, ato duhet i angazhojmë. Por nga popoja, në të bërë, çfarë ka konkretisht, se si devijojnë, se ku si tush minohet ose sabotohet kjo lloj procedure ose këto lloj orientimesh, sabotohen ndoshta në nivele më të ulta. Kjo ndoshta është edhe pjesë e frikës që kanë. Do të thënë, ke edhe aspektin e frikës, sepse mund duket që po vinë këta dhe do na marrin vendin e punës. Unë them që politikanët, nëse e duan vërtet, nëse fillojnë ta marrin në mëngjes atë pilulën e vitaminës, dashurisë, pak dashuri për atë dheun, kaq i duhet këtij vendi, duhet të mendojnë se cilat janë mekanizmat e kontrollit të zbatimit të këtyre gjërave. Se të flasësh teorikisht, na akoma si kemi regjistru shqiptar, po s'ke nevojë me regjistru shqiptarët. Se shqiptarët ofrohen vetë. Mjafton të kesh informacionin e duhur, të kesh politikat e qarta dhe të vesh sa kriteret të barabarta. Pra të kalohet nga parole, kur thot ajo kënga e Dalidës, tek konkretja dhe t'i angazhosh shqiptar. Sot ne flasim në epokën digjitale, ka shtete si Estonia që thonë shteti digital. Pra, do me thonë, disa gjëra mund të bëhen paralelisht. Nuk po them që të dublohen gjërat, po të bëhen paralelisht dhe të përthithen. Aspekti tjetër i reflektimit tim që ka qenë është që dhe kur takon në qoftë qeverinë e Kosovës, apo qoftë në politikën e Kosovës, qoftë dhe atë Shqipërisë, ka dhe njerëz që vërtet janë shumë të mirë, pavarësisht se i sfumon ajo pakica ndoshta e korrupsionit apo ku diun të fasadës, por që ti e shikon që i mbyt ajo e përditshmja, dhe e kanë, domethënë, e vështirëson këtë pjesën e vazhdimësisë, pra si duhet të vazhdohen. Dhe pjesa e rinisë që është atje, që janë të rinj, që kanë përveç përditshme, por që duan të kontribojnë, nuk kanë kohë. Ju duket absurde që unë të jap mendimin, unë të them, unë të propozoj, unë të sjell tavolin një projekt dhe nuk ka vazhdimsi. Ndërsa ana tjetër kur i dëgjon ata, meqense mua më është në rasti të jem, si më thënë, ndërmjetës dhe i kam parë, është që nuk kanë kapacitete dhe resurse. Pra, këtë përthithje në resurseve, këto shtete, këto politikanë, nëse duan, duhet të jenë të shtojnë dozën e sinqeritetit me mesazhe me punë konkrete dhe me gjëra, domethënë, më konkrete, me angazhime konkrete dhe t'i lënë më njanë këto falenderimet se për Zotin bëhen si puna asaj melodisë që i bie po ke një notë dhe çiftelia po i re vetëm ke një linjë është bëhet e bestishme. Shumë e qartë. Anila, të falenderoj shumë për kohën edhe për ndarjen e gjithë këtij rrugtimi. Besoj që je nga një nga ato personalitete që është një lloj ekzemplari i këtij simbolikisht shtektarit që është brenda kombit ton. Edhe faleminderit edhe për punën edhe për angazhimin. Faleminderit edhe ju për mundësinë se më mësohet në ca idera, domethënë ca kujtime shumë që i kisha lënë më njanë. Faleminderit. Atëherë këtu e mbyllim episodin e dytë të Diaspora Flet podcast. Ju ftoj që të na ndiqni në episodet e tjera.
Ky podcast përkrahet nga IBAS.